Sonte dëgjuam shumë muhabete interesante, dëgjuam se si Egli ishte xheloze sepse gjesti lun me valixhe me Rozanën, dëgjuam se si Loredana ishte xheloze sepse Jozi rrinte me Rozanën. Një luftë xhelozie kot, si me qenë nuk e di domethënë, po mund tregohen pak më adult, më të rritur dhe të bëjnë biseda më të qëndësishme. Ndërkohë nga ana tjetër, për rastin e fundit ku përmenden familjarët, simbolet fetare kështu me radhë, shpresoj ta kenë kuptuar gabimin gjithë ata atje, dhe mos të prekin në këto po them pika dobta ose pika ku njerëzit besojnë tek prindrit, tek besimi e kështu me radhë. Merdi shumë mirë që i kërkuan falje njëri tjetrit dhe për mendimin tim kjo është gjëja e duhur që duhesh e bërë dhe ata e bën. Për këtë jam shumë dakord. Pastaj për pjesën e diskutimit xhelozisë si me qenë adoleshent në dashuriçkat e para, i kisha menduar më të rritur se kaq.